Në Shqipëri së shpejti do të implementohet sistemi identifikimi të parcelave të tokës LIPS, duke i dhënë zgjidhje problematikave me mbivendosjen e hartave. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ka nisur bashkëpunimin me zyrën e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve në kuadër të projektit EU for Property Rights, për vënien në jetë të këtij sistemi, i cili është kyç për administrimin e tokave bujqësore, lehtësimin e regjistrimit të parcelave dhe sigurimin e pagesave të sakta e të drejta për fermerët. Por çfarë është konkretisht LIPS? LIPS, sistemi i identifikimit të parcelave të tokës, është një sistem geo-informativ që përdoret për të identifikuar, regjistruar dhe menaxhuar parcelat e tokës bujqësore. Ky sistem është pjesë thelbësore e politikës së përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian, KAP, dhe shërben për të garantuar që subvencionet bujqësore jepen vetëm për tokat që përmbushin kushtet e përcaktuara. Por si funksionon? Çdo parcel toke e kultivueshme ka një numër identifikues unik në sistem. Parcelat regjistrohen në një hartë digjitale, zakonisht përmes imazheve satelitore dhe fotografive ajrore. Të dhënat përfshin sipërfaqen, vendodhjen gjeografike, tipin e kulturës bujqësore, pronarin ose përdoruesin e tokës. Qëllimet kryesore të LIPS janë menaxhimi i subvencioneve bujqësore, kontrolli dhe transparenca mbi përdorimin e tokës, zbulimi mbi vendosjeve ose deklarimeve të rreme të parcelave, si dhe planifikimi i qëndrueshëm i burimeve bujqësore. Në Shqipëri dhe vendet e tjera të Ballkanit, LIPS përdoret nga agjencitë e bujqësisë për të regjistruar tokat bujqësore të fermerëve, për të kontrolluar nëse një parcelë është e përshtatshme për pagesa direkte dhe për të siguruar që të mos ketë deklarime të dyfishta për të njëjtën sipërfaqe. Nga ana tjetër, ky sistem do të shërbejë edhe për identifikimin dhe futjen në prodhim të sipërfaqeve të lëna djerë. Sipas të dhënave të FAO dhe Instat, Shqipëria ka aktualisht rreth 698.000 hektar tokë bujqësore gjithsej. Prej tyre, rreth 25 deri në 30% vlerësohet të jetë tokë djerë ose që nuk shfrytëzohet rregullisht për bujqësi.